si dhe një informat nëse veç e keni, a është bashorti i punësuar? Bashorti viktimës. Bashorti viktimës se shihet edhe në vend zgjarje sa i vjen prej punës, domethënë me teshat punës vjen mirë, po financia njëri prej gjendja në fakt gjendja financiare e tyre. Mesatare, njëri prej fëmijëve të ndjerës është futbollist, domethënë se shihet luan futboll është djali i rritën. Çfarë moshe kanë fëmijët? Nuk e di të tjerë, po ai djali shihet është rreth 20-tave, moshë 18-20 vjeçare. Edhe kaq më shumë nuk dihet për shkak se shumë dhimbje madhe pe i dishit, ka qenë edhe po në fakt edhe rrëfimi ishte shumë emocional të cilën sollët nga kunati i viktimës. Emocional sa ku s'ka ku shkon më, unë kam qenë djem vend xharis, kam qenë të kaluar rrugës derisa kam rri ekipi, ka qenë një prej momente më të mërshme kur burri soi na ka bashorti kur ka orë në gjendje. Mandej disa media kanë transmetu, ne nuk e kemi transmetu, veda e momente ku shihen dy trupat e pajetë në tunel. Dhe më thonë ka qenë... është një detaj të lutem nëse e dini shumë e rëndësi. Kur flasim për ne që merrem me punë sigurisë, na intereson ky fakt. Sa shpejt ka ardhur policia e Kosovës, sa shpejt ka ardhur ambulanca, a ka qenë jetë dhe a janë marrë masat për me provu me kthy një jetë, masat që janë standardi protokollit. Në fakt mua më intereson edhe kush e ka raportuar rastin. Edhe kjo është shumë interes. Rastin e ka raportuar zonja, fësinja asaj që ka qenë duke ajo që ka qenë bashkë me të. Bashkë me të ka ikur për vendit zgjarjes. Sa shpejt ka arritur policia, ju kanë dhënë ndihmë e parë. Nuk e di. Këto janë të rëndësishme për shoqërinë tonë me ditë se ata që janë përgjegjës, domethënë kanë reaguar në kohë, janë kompetentë për Zoti Eliza e fshatit stan sprej vushtrisi ka mbi 10 kilometra. Dorose ka kry krimin, ka bo vetë vrasje, nuk ka pos këtim prapa për ata ambulanca as për polici. Kur ata gjithçka në atë moment ka qenë e mbaruar situata. Dy viktimat kanë qenë në njëjtin vend. Në njëjtin vend. Edhe Dorose edhe viktima. E ka vrarë pra veten më njëherë. E ka vrarë veten më njëherë, gjithçka ka qenë marrë ka marrë fond çfarë për cilë edhe vetën